mjaft më me të ngritë tensionesh, Mitrovica ka nevojë për politikë të qetë, të mençur, edhe e cila i hap horizontet e zhvillimit, sepse e thash edhe një herë, e vetmja komunë jemi që nuk ka pas zhvillim të hapshëm në krahasim me komuna tjera. Unë nuk pe krahasoj Zagrebin, Mitrovicën me Zagrebin, a Mitrovicën me Tiranën. Unë pe krahasoj Mitrovicën me Skenderajin, pe krahasoj Mitrovicën me Lipjanin, pe krahasoj Mitrovicën me Soharekën. Shko sot Soharek, shko sot Lipjan, hupësh, kur hin ato qytete. Mitrovic është e njëjta Mitrovic fatkeqësisht. Fatkeqësisht është autostrada e parë që ka nisë më ndërtu. Në Kosovë ka nisë Prishtinë-Mitrovic, ende su përfundu. Mos flas për këto hyrje dalje tjera, Arben. Interesante kjo, Gzim, nuk do të mund ta përfundoj këtë intervistë pa pyetur. Fatoni ka qenë pjesë e Lidhës Demokratike të Kosovës. Tash asociohet si, ta themi, cili prej kandidatëve asociohet më partner për gëzimin dhe për LDK në Mitrovic? Fatoni që dikur ishte në LDK, por që doli dhe shkoj në vetëvendosje, me guxojnë e ti, apo Ariani nuk e di sa guzon sot më përgjigjesh këtë pyetje? Unë shumë guxoj, ajo parti politike e cila e merr për bazë programin tim, pra po them, nuk është program i Fonton Dëshirash, është program i dizajnuar bashkë me qytetarin, i kalkuluar me mundësitë buxhetore që i ka Mitrovica. Unë jam i hapur me bashkëpunu me të gjitha palët. Prapse politika është interes, Arben. Dhe politikën duhet me bo me mençuri, me qetësi, dhe mënyrë mi shërbyq aty me qytetarëve mençur. Deri tash i kanë qeveris me inate, e qëto inatet na kanë lënë ku jem na si Mitrovic. Do t'ja bëj, pra po them, gjithmonë e potencoj. Arben 15.000 Mitrovicali jetojnë sot në Prishtinë. 15.000 Mitrovicali jetojnë në Prishtinë, shumica prej tyre kanë kriju edhe kogja bizneset forta, po sinqerisht, gjithë ky tension, gjithë kjo politikë e mbrapsht, po them e mbrapsht, nga të gjitha palët, si nga ndërkombëtarët, si nga ne, e ka si situatën ku jemi sot. Jemi komuna me numrin më të madh të përfituesve në skemën sociale. Një Mitrovic, e cila ka qenë qytet industrial, që ka zhvillu jo vetëm Kosovën, por Jugoslavinë, sot flasim për numrin më të madh për numrin e përfituesve të skemës sociale. Prandaj, programi jem është program zhvillimor, është program i cili nuk është vetëm, nuk ndalet në 4 vjet, po është program 8 vjeçar, kemi vizion, edhe vizioni jonë është miu përshtat edhe nevojave edhe qëllimeve të BE-s. BE-ja po kërkon energji të pastër, po kërkon investime në panele solare, në energji të ripërtërishme.